Gjithore, se është e vërtet, e përfaqësimit të drejtë që është. Unë mendoj se ky rezultat duket pak ndoshta autodestruktive, për të tepruar. Për këto që nuk kam plane për karriera tashme. Unë mendoj se momenti ideal është që shqiptarët e Maqedonisë mos të pranojnë këtë mënyrë të lojës politike. Ne kemi patjetër që të themi, nëse nuk ka normativ brenda kushtetutës së Maqedonisë, ne nuk jemi të gatshëm ta legjitimojmë këtë sistem politik edhe këtë sistem juridiko kushtetues. Tu është të realisht. Sot duket shumë e rëndë kur Maqedonas, dhe të them drejtën, a dini pse ka humbur zoti Ahmeti në të 5 komunat. Më thojza për fajin e PDSH-s. Se PDSH duke qenë ndonjë shpirt e sipër ka mbi 15.000 vota. Po unë hapur kam bën këtë kampanjë që të ndodh kjo, dhe zoti Ahmeti ta sheh se nuk kemi arrit atje ku duhet. Nëse e ardhmja, e nesërmja nuk na kthjellon të disë, është fjalor i rëndë, rrezikon që të penalizohesh. Po Skënderit të gjitha analizat sigur me qenë aty, i kishte të saktë. Skënder, ne kemi një hall të madh atje. Ata ndërhyjnë tek loja jonë. Ata stimulojnë përçarjen. Pse? Se ata drejtojnë gjithçka. Dhe pa u ndalë ky drejtim i tyre nëpërmjet normativit, aktit të vendimmarrjes, ose me parlament dy dhomësh, ose me autonomi politiko-territoriale, ose me federat, ne do të vazhdojmë në këtë formë. Dhe unë kam shumë frikë se shpejt do t'i dukemi Shqipërisë grotesk qesharak, se njerëzit kanë të drejtë që këtu nuk e kuptojnë çfarë halli keni, çfarë ndani. Po unë ta dini, ju e dini tashmë që është shumë prezente kjo lloj ndjesie. Po sigurisht dhe me të drejtë. Ju Skënder nuk keni as kohë. Jo, për të ndëgjuar një formullim që e them. Jo, më fal. Do të sqaroj një fjali do të sqaroj që do të them. Zoti Ahmeti, para 3 muajve ka bisedu seriozisht me mua për mundësinë e koalicionit. Jo, është ta si ti do lejosh se Bilali të fitoj në teto me votat e Maqedonëve? I thash lutem, se flet me mua si me kryetarin e nëndegës që e ken fshatin tonë. Pse? Ky është fakt dhe realitet. Zoti Ahmeti në teto, ku është baza, zona urbane e PDSH-s, 20 vjet ka mund balatash PDSH me votat e Maqedonëve. E them sot këtë për tregu vetëm se rregullat e lojës janë të gabuara dhe duhet të ndryshojmë. Se përndryshe, kjo mënyrë e eksponimit të një është e pamundur. Besoj këtë e kuptoni, 2 parti kanë Maqedonë. A dini sa kemi ne sot? 13. Ja, urdhë. Për afërsisht me forcë të njëjtë që është edhe më keq. Frok, si ka mundësi që jemi kaq afër dhe ne kemi, pra ne dëgjojmë menduin, unë gjithmonë sa e dëgjoj, me menduin mu mos jesh dakord apo jo të japësh votën, po besoj jemi gjithë dakord ta dëgjojmë deri në fund. Dhe si ka mundësi që kjo pasqyrë që jep menduj është tamam një alarm që bie prej mendojmë për 15 vjetësh spaku, 17 vjetësh, dhe ne në Tiranë nuk e dëgjojmë, ose e trajtojmë me kaq indiferencë. Po flas për mëkatet tona, sepse unë mendoj që Tirana është pika e referencës për kombin tonë. E dëgjova me shumë vëmendje dhe vërtet do doja të bëja një lloj batute, edhe mendoj se menduja është gjithmonë i qartë, po është shprehur qartë për arsyeën e vetme të asaj që ndan fitoren dhe humbjen në Maqedoni. Për arsyeën e vetme se nuk është aktor, nuk është duke luajtur politik. Është duke e parë politikën dhe po e shikon qartësisht, fare qartësisht. Pa dhimbje, me operacion, me dhimbje, me sikletet mëdha, menduar na tha këtu, më fal se përdor emrin 2-3 herë. Na thotë 2 gjëra. E para na thonë një gjë të vërtet fare që politikisht, si me thënë, në sensin e qeverisjes fitoi Niskovski, në sensin nacional fituan slavët, në sensin e
e çfarë është të ligjit të tjerë, fituan përsëri ata. Dhe nuk më kishte shkuar mendja kjo që tha zoti Thaçi, po më duket se këtu mbyllet e gjithë epopeja e Maqedonisë, e shqiptarëve të Maqedonisë. Do thotë që duhet presim. Çfarë të presim? Nuk e shtym dot me zorën në mënyrë kështu rapsodike, të themi që shikot luftojmë, bëjmë etj etj. Kjo është e vërtetë, që atje kanë dështuar politikat. Nuk kanë dështuar populli, nuk ka dështuar nacioni. Atje ka dështuar sensi politik. Edhe elita. Unë e shikoj që është momenti më i keq për të fituar kjo mënyrë. Do më thënë, momenti ndërkombëtar është tmerrsisht i disfavorshëm. Dakor. Është një moment kur Miskovski mund të bëjë gjithçka. Pse? Shitet si ideologjisë së djathtë, shitet si mbajtësi i nacionalitetit, shitet si mbajtësi i sigurisë, stabilitetit, edhe i fesë, shitet gjithçka dhe shitet dhe si mbrojtës i familjes. Mjaft të thotë këto gjëra, jetojmë në epokë ideologjike, megjithëse nuk e pranojnë. Nuk e pranon bota se jemi në epokë ideologjike, e tërë është ideologji. Dhe ai kapi brirët e ideologjisë për të mposhtur shqiptarët që janë jashtëzakonisht shumë dhe jashtëzakonisht fuqishëm në ekonominë, në jetën, në politikën por nuk janë fitimtarë. Pse s'janë fitimtarë? Duhet të bëjmë këtë pyetje. Do thotë që sot, për fat keq, ndoshta janë pak aq i ashpër sa që ishte dhe zoti Thaçi, po më duket se kemi shkuar te pika e parë. Më duket se jemi kthyer mbrapa të paktën 20 vjeç. Por pyetja shtrohet. Pse u kthye më njëherë? Ran gurët brenda 10 orësh. Dhe mua më le përshtypjen se ran gurët apo ra guri i fundit? Se ndoshta gurët e tjerë kanë rënë dhe ne guri i fundit, do të shembe tëra. Dhe shqiptarët atje, pas po dhe ne kemi dashur të shikojmë ndoshta. Do të thotë se s'pas kemi ndërtuar. Do të thotë se s'pas kemi ndërtuar gjë që të mbetet. Dhe kjo është tragjedia më e madhe. Pse s'kemi ndërtuar një gjë që të mbetet? Dhe këtë gjë që mbetet e ndërtojnë vetëm aktet normative me të cilat po thotë zoti Thaçi, e ndërtojnë vetëm alternativat, e ndërtojnë vetëm punët e përbashkëta e tjerë, jo të përbashkëta folklorikisht. Dhe sot jemi papritur na ushem shtëpia. Çfarë do bëjmë? Po. Nuk ka fituar askush nga shqiptarët e Maqedonisë. Atë koalicionin vlen ose çfarë është ajo do vlej aq sa ti duhet Miskovski. Nuk do vlej asnjë sekond më shumë. Lufta shtirimtare e Kosovës me luftëtarët sot bëhet nul, do më thënë nuk mund të kujtosh më. Ohri ku ka qenë, do më thënë do të... Ohri e shpjegoi... Ose ka prodhos jo Ohri, ka ta luftën, asnjë gjë tjetër. Zoti Thaçi ta një gjë të tmerrshme, se si negociatorë që ka qenë thjesht ka vënë pauzë luftën, por do ngrihen arkeologët dhe ta kërkojnë se s'ka zot që e gjen, si çka ka ndodhur në Ohër atëherë, para 20 sa vjetësh, dhe vim te përfundimi, çfarë bëm? Nuk bëm zgjedhje. Shqiptarët e Maqedonisë më vjen keq, por në vështrimin tim nuk kanë bërë zgjedhje. Kanë bërë një punë personale, fisnore, grupore, nepotiste. Dhe nuk kanë bërë zgjedhje, nuk kishin askush asnjë program. Pa program nuk mund ngulesh asnjë kolon në oborrin e shtëpisë. Ajo më të ngulesh kolona në Maqedoni. Vetëm një herë me ty Baton, vetëm duhet shkoj publicitet shumë shkurt dhe të kthehej me ty sepse duhet pyes, sepse zoti Thaçi tha dhe një gjë, nuk e di a e tha për herë të parë, po e tha për herë të parë kaq fort. Zgjidhja e vetme tha është ose autonomia ose Republika Federative. Organizimi politik s'ka rrugë tjetër. Por ama është një gjë shumë e fortë që e tha zoti Thaçi. Flasim për këtë më njëherë pas publicitetit.